shumë kafsh. Me ESP fik tikën. Ngjisin gomat pastaj, po është i far kafshë, e lezetshme shumë. Shumë e lezetshme. Kjo konkurent drejt për drejt s'ka pas asionën, se kupe me katërdyrë s'ka ekzistu asnjë atëherë. Kështu që ka qenë e vetmja në treg. Po krahasimi mund bëhet me të njëjtat rival që ka i 63-shi, që ka qenë M5-a, RS6-a, Jaguar XFR-ja. Nga ato të ati viti se bo M5-ën V10 ne. Tashi, M5-a V10 e ka motorin shumë veçantë, shumë i shpejt, po M5-a V10 për ta shiju më shumë e shijo kur je tu hec fort. Atë kur je 9-10 tu hec fort e shijo. Edhe fuqinë e gjonat kanë xhiro të larta. Jo se s'hec ajo, po s'ka tork kaq shumë ai motor, që duhet me çu në xhiro të larta. Në përditshmëri, me këte kënaqesh më shumë. Këte e përdor edhe në trafik, edhe në shpejtësi t'ulta, heci, xhiro gomat, ka më shumë tork, është më e përdorshme, këtë fuqinë e përdor më kollaj, është më gallat.